është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, shkojmë të vetëm, nuk do të kem tolerancë për askënd që bëhet pra pengesë. Sot unë nënshkrua dekreti për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë parlamentare, bazë të ligjit për zgjedhjet, pra data është më së afër 30 ditë e më së larti 40 ditë nga dita e sotme. Presidenti ka në diskrecion pra ditën e shpalljes së zgjedhjeve, por nga dita e shpalljes, falni. Duke qenë se është shumë kohë Kosovës, duke qenë se ka shumë akumulime të temave buxhetore, në respekt të qytetarëve të vend për kohën e humbur, kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Mendojmë se në këtë mënyrë do t'ja fitojmë paktën një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet ndodhin, që kurse dini buxheti i Kosovës mund të funksionojë edhe janar e shkurt 2012, po ashtu qeveria e Kosovës në detyrë që është sot mund merr vendime për të përmbush disa detyrime buxhetore që i ka si ndaj RTK-s apo edhe ndaj palëve tjera, se ekzistojnë këto praktika, mirë po kur për me vazhdue pra zbatimi i buxhetit në mars, gjithsesi duhet një vazhdim nga Parlamenti i Arsimit i Kosovës, dhe për këtë arsye një javë na konvenon. Ka diçka, periudha e para vitit të ri, sepse pushteti po kërkon datën 28 dhjetor, ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, jo vetëm e pushimit, po edhe bashkimeve familjare, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, me ju shpall zgjedhjet me 28 dhjetor, Aleanca është e përgatitur për këto zgjedhje, shkojmë të vetëm si aleancë në zgjedhje, edhe besojmë shumë që do ta ndihmojmë pra Kosovën me votën e qytetarëve, me besimin e tyre, që të mos i humbim më kohë Kosovës. E kam thënë edhe një rast, i paralajmëroj gjithë, pra pas këtyre zgjedhjeve nuk do të kem tolerancë për askënd që bëhet pra pengesë me ecë përpara në krijimin e institucioneve. Në rast se opozita merr besimin që besoj po opozita deri tashme, duhet përshpejtojmë kohë, sepse sikur se e dini, situata është mjaft serioze.